Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në dhomat e specializuara në Hag, sot është dita e fundit e paraqitjes së deklaratave përmbyllëse në gjykimin ndaj krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Seanca do të fillojë në orën 9, derisa Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi do të kenë nga 20 minuta kohë secili për deklarime, ndërsa më pas pritet që ekipet mbrojtëse t'i drejtohen trupit gjykues. Trupi gjykues pastaj do t'i ketë 3 muaj kohë për të marrë vendimin final dhe nëse ka nevojë do të kërkojë edhe kohë shtesë. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Glau Konjufca do të marrë pjesë në seancën e sotme në Hag. Para seancës, Konjufca tha se lufta e popullit të Kosovës ka qenë luftë e drejtë. Ai tha se ajo që po përpiqet brenda kësaj gjykate është shtrëmbrimi i historisë. Që këta drejtues të ushtrisë qëndimtare të Kosovës mbahen të izoluar, edhe larg familjeve të tyre, e larg shtetit të tyre, dhe kjo është e para që dua ta them. Pra ka qenë një shkelje brutale e të drejtës për me pas gjykim të arsyeshëm në kohë. Tjetra është që ne patëm kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike. Gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrisën qëndimtare të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit të Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Kundër këtyre njerëzve ishte drejtuar lufta e ushtrisë qëndimtare të Kosovës. Dhe këtë të vërtet nuk ka asnjë institucion. Këtë të vërtet nuk mund të ndryshoj asnjë gjykatë. Deputetja e Kuvendit të Kosovës, njëherë është bashkëshortja e Recep Selimit, shqipe Mehmeti Selimi, tha sot se lufta çlirimtare ka qenë në të drejtën e popullit. Sipas saj, fjala përfundimtare e gjyqtarëve mos jetë politike, por në favor të drejtësisë. Është një proces shumë i rëndësishëm që është ndodhur jo vetëm për patëshën e UÇK-s, por për gjithë Kosovën. Dihet që lufta jonë çlirimtare ka qenë e drejtë, në të drejtën e popullit, dhe për këtë arsye jemi sot gjithë bashkë këtu që t'i dalim në mbështetje katërshës udhëheqëse të UÇK-s. Ne shpresojmë që ky verdikt jo sot, por në të ardhmen i gjykatës dhe trupit gjykues të jetë në të drejtën e tyre, në të drejtën tonë. Me thirrje drejtësi jo politik, në sheshin Skënderbeu u mbledhën 10 mijëra qytetarë në marshin në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Tubimin e mbështeti edhe presidentja Vjosa Osmani së bashku me ministra, deputet dhe zyrtar partijak. Nga aty u kërkua drejtësi për çlirimtarët dhe u theksua se nuk duhet barazohen agresori me viktimën me mesazhin jo gjykim në emrin tim. E me aktivitetet të shumta është shënuar dje 18 vjetori i pavarësisë. Me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, udhëheqësit më të lartë të vendit kanë bërë homazhe për të nderuar figurat kyçe të historisë kombëtare. Krerët e shtetit e nisën ditën me nderime në kompleksin memorial në përkujtim të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve që ranë për liri. Krerët e shtetit bën homazhe edhe pranë varreve të ish presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi, si dhe tek monumenti Heroinat, duke nderuar kontributin e tyre për lirinë e popullit të Kosovës.
Në urdhërin e komandantës supreme, presidentës Vjosa Osmani u mbajt parakalimi ushtarak në shënim të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në ritmin e marshimit dhe në pranin e mira qytetarëve, u prezantuan kapacitetet moderne ushtarake dhe policore si dëshmi e forcimit të institucioneve të sigurisë. Presidentja Vjosa Osmani tha se rruga e Kosovës është ndërtuar mbi sakrificë, gjak dhe përkushtimin e vazhdueshëm të brezave ndër vite, ndërsa kryeministri Albin Kurti vuri në pa investimet qindra milionëshe në armatim, infrastrukturë dhe gatishmërinë për mbrojtjen e integritetit territorial të vendit. E në Kuvendin e Kosovës është mbajtur seanca solemne për nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. I pranishëm ishte edhe presidenti Shqipërisë Bajram Begaj dhe përfaqësuesi familjes Jashari, Rifat Jashari. Në këtë seancë u kujtua sakrifica brezave të tërë për lirinë e vendit. Ndërkohë në këtë ditë është mbajtur edhe mbledhja solemne e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se në këtë ditë kujtojnë sakrificën dhe qëndresën e popullit dhe gjithashtu në këtë ditë kujtojnë edhe herojt. Në gjykatën themelore në Prishtinë mbahet seanca gjyqësore për sulmin në Banjsk ndaj të akuzuarve Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Në seancën e fundit një muaj më parë, trupi gjykues në gjykatën themelore ka refuzuar kërkesën e avokatës së të akuzuarit Dušan Maksimović për dëgjimin e 9 dëshmitarëve shtesë. Gjykata theksoi se dëshmitarët e propozuar nuk do të ndryshonin vlerësimin mbi fajësinë ose pa fajësinë e të pandeurit. Seancat gjyqësore për sulmin në Banjsk mbahen sot, nesër dhe pasnesër. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 11.